Dy kryeministrat e Maqedonisë dhe Serbisë në vitet 98-99, Ljupço Georgievski dhe Zoran Xhinxhić, kishin planifikuar shkëmbim territorësh mes dy vendeve. Detaje nga bisedimet rreth kësaj ideje zbardhi ish kryeministri i Maqedonisë Georgievski. Ai në një intervistë për televizionin shtetëror kroat thotë se për këtë ide nuk i kanë pyetur shqiptarët, pasi kanë vlerësuar se kjo ide atkoh do të funksiononte. Por tani, si shprehet ai, shqiptarët nuk pranojnë më këtë ide pasi apetitet e tyre janë rritur. I smatrali smo da ako obe države Kemi vlerësuar se nëse Maqedonia dhe Serbia bashkë i futen këtij projekti, mendonim se shqiptarët asokoje këtë ide do ta pranonin shumë lehtë, pasi ata kishin probleme të papërfunduara me Kosovën dhe Maqedoninë, dhe shumë më lehtë do të mund t'i bindim komunitetin ndërkombëtar se ky projekt është mjaft i suksesshëm. Për fat të keq, Xhinxhiçi shumë shpejt pas kësaj marrëveshje humbi jetën, fatkeqësisht, kështu që ne nuk kishim mundësi të realizonim këtë projekt. Kjo ide ka qenë për shkëmbim territoresh dhe shkëmbim të popullatës. Maqedonia duhet të jep Tetovën, Gostivarin dhe Dibrën, kurse të marrë disa vende rreth liçenit të Prespës. Këto biseda ishin mes meje dhe kryeministrit serb, kurse palën shqiptare nuk e kemi pyetur, pasi ne kemi vlerësuar se kjo ide duhet pak të flejë gjumë. I pyetur për projektin Shkupi 2014, ish kryeministri Georgievski ka thënë se me këtë projekt maqedonasit janë bërë falsifikatorët më të mëdhenj të historisë. Pa znate, mi u posljednjih 3 godina živimo jednu... Ne gjatë 3 viteve të fundit po jetojmë në një rekonstruim total të historisë maqedonase. Unë, kur kam nisur të luftoj për demokraci gjatë viteve të 90-ta, kam menduar që komunistët janë falsifikatorët më të mëdhenj, por ja që u vërtetua se ka dhe falsifikator më të mëdhenj, e ata janë ata të VMRO DPMNE-s. Mendoj se qeveria aktuale nuk ka çka të ofroj, nuk ka perspektivë për të sotmen dhe ardhmërinë, dhe pikërisht për këtë fletë për alla që janë të këndshme për t'i dëgjuar, por që nuk kanë asnjë bazë. Georgievski ka thënë se kjo që po i ndodh Maqedonisë viteve të fundit nuk është asgjë tjetër përveç se një karikaturë e historisë maqedonase që nuk do të jep asnjë rezultat. Sipas tij, kjo do të kthejë vendin në subjekt të përqeshjes para gjithë Ballkanit dhe komunitetit ndërkombëtar.